Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Me qëtë zemër, ju uroj një ditë të mbarë dhe ecuri shumë të mirë në të gjitha rrugët që ju merrni. Sot në studio jam me një djalë 12 vjeçar të veçantë. Në ecurinë e tij është një djalë jo i zakonshëm. Vetëm po të hedhim një sy motivimeve të tij, jo veç me shkollën, por dhe me pasionet edhe muzikën, por me të shkruarit, ne do të mahnitemi me rrugën e tij. Vetëm 12 vjeç dhe është autor i 3 librave, që nga mosha 8-9 vjeçare ai ka nisur të shkruaj veprat e tija. Interesante, apo jo? Kjo gjë na shtyn të shohim pak, të njohim pak më mirë dhe të ecim në këndvështrimin e tij prej krijuesi. Me mua sot në studio është Aldo Kodra. Mirëmëngjes Aldo, mirë se ke ardhur në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Sa bukur, më dukesh si një djalë i rritur kur flet kështu. Megjithëse je 12 vjeç apo jo? Po. Këto janë pasuritë tuaja, librat që ti ke shkruar dhe për moshën që ke, kjo do të thotë shumë. I do shumë këto libra. Normalisht po, këto janë thesari im, është gjë e mëshmuar që kam deri tani dhe që jam shumë i sigurt se do të kem deri në fund të jetës time, kështu që nuk kam se si t'i lë prapa. Shumë bukur. E ke filluar të shkruarit shumë herët, por ditët e fundit ke promovuar dhe librin tënd të tretë, që është një roman. Po. Kundrejt magjisë, Xhuxhi dhe gjithçka mbi universin. Besoj se ndjehesh mirë, apo jo? Po, shumë mirë. Po si shkruan këto libra, Aldo? Atëherë secili libër ka një mbështetje të vetën, një frymëzimi të vetën që më ka ardhur. Për mua në librin e parë kam nisur të shkruaj që në moshën 8-9 vjeçare. Libri titullohet Herën e Vegjël dhe bën fjalë për disa fëmijë të cilët të vetëm, pa prindërit, pa ndonjë mbështetje, luftojnë kundrejt disa indianëve që mund të jetë rrezikshëm edhe për ekonominë e shtetit ku ato banojnë. Nisa të shkruaj 8-9 vjeç, shumë i frymëzuar, më thënë, nga filmat, nga jeta e përditshme për rreth. Dhe çdo ditë nisa të shkruaj pak nga pak ngadalë, duke shqyrtuar me hollësi dhe me kujdes çdo fjalë që realizoja, dhe në fund pasi përfundova historinë time, ja dorëzova mamit, të cilët u çudit shumë pasi e lexoj, dhe pastaj bëj një mbështetje e pafundme nga ajo dhe nga familja ime normalisht. Ti ke shkruar librin tënd të parë, gjithmonë si një dialog i jot i brendshëm me letrën e bardhë dhe me stilolapsën, fillimisht pa i treguar askujt që ti po shkruan? Po, pa i treguar askujt që po shkruaj, thjesht isha unë, stilolapsi dhe letra bardhë që brenda një llome, të cilët nuk mund të depërtonte askush, dhe në atë llom që nuk mund të depërtonte askush, kishte një lloj përparësie, frymëzimi im që nuk rreshte kurrë, dhe kështu pasi mbarova historinë time, ajo dhoma duk sikur u hap dhe pastaj u shpërnda. Sa bukur. Kjo është ajo drita jote e brendshme që e derdh mbi letër dhe pastaj e shpërndan tek të tjerët. Dhe dua ta lexoj dedikimin që ke bërë në librin tënd të parë. Kjo histori nuk është e vërtetë, por mesazhi i këtij tregimi është shumë i qartë. Gjëja më e rëndësishme në jetë është familja, dashuria dhe miqësia. Me guxim, vullnet dhe zjuarsi arrihet çdo gjë. Aldo Kodra. Po, si të erdhi ty frymëzimi që se dhe guximi e ti thuash vetes, po, unë do shkruaj. Si ishte ai moment? Që më përpara, normalisht isha në shkollë dhe shumë detyra, shumë kërkesa ishin shkruaj një prallë, një tregim të krijuar nga ti ose
edhe jo të krijuar nga vetja jote, dhe atë detyrë i bëra me shumë qejf. Dhe ndërkohë po zbuloja se kisha një lloj talenti të ri dhe nisa të shkruaja, u frymëzova nga jeta e përditshme, nga filmat, nga libra që kisha lexuar, nga gjithçka përreth, dhe nisa të realizoja një lloj punimi të veçantë timin. Po ngjarjen si e zhvillove, si të erdhi në mendje për të realizuar pikërisht, sepse në faqet e këtij libri janë fëmijët me sfidat e tyre, me mbështetjen që japin njëri tjetrit, me çdo gjë të bukur, por edhe sfiduese që ata kanë përreth tyre. Atëherë mua më pëlqejnë shumë aventurat dhe këto fëmijë kanë krijuar, mund të themi, nga jeta e përditshme, por ngjarjet i kam dramatizuar, mund të themi, dhe kam shtuar disa sfida më të veçanta dhe disa emocione, disa shumë të veçanta, të cilat nuk mungojnë në jetën e përditshme, por që po të ndërrojmë mund të realizojmë gjithë. Dhe pastaj nga frymëzimi i përditshëm më shkruar një lloj libri me atë ngjarjen kohore të vetën, të cilën realizoj pra heroin të vegjël, librin tim të parë. Në një zonë të thellë të Aucklandit ndodhej një vilë. Vila ishte shumë e gjerë. Kishte 2 kate të larta. Këtu fillon libri i parë. Të kujtohet ai moment kur e ke shkruar? Po. Sepse vendi që ka diku larg, ose afër teje. Ishte një moment, po? Po, ishte një pasdite shumë e qetë, me zoq të fluturonin jashtë, dhe thjesht me miqtë e mi, me letrën e bardhë dhe me stilolapsin, nisa të shkruaja, u derdh një lëng i cili kishte qëndruar i mbushur brenda meje, dhe nisa të shkruaja për një vend të largët në realitet, por që ndodhej shumë brenda meje, dhe kështu nisi të rrjedhonte një lloj ngjarjeje tjetër, të cilat u pasua me pas dhe me personazhet, edhe me vendet, me kohën dhe me gjithçka tjetër. Për sa kohë shkrove librin tënd të parë? Librin tim të parë e shkrua për 4 muaj. Nuk shkrua për ditë, por në momentet që më erdhi frymëzimi, përgjithësisht shkruajta ngadalë, jo pa u nxituar, duke shqyrtuar gjithçka me vëmendje. Ti shkoje në shkollë, përgatisje mësimet, luaje me fëmijë të tjerë, bëje detyrat, natyrisht edhe në shtëpi angazhoheshe, por këtu për brenda zhvillohej tek ti ngjarja, apo jo? Kështu mendoj unë. Si ndodhi gjatë këtyre 4 muajve? Ti ishe një Aldo nxënës, fëmijë, çamarrok, apo ishe një Aldo shkrimtar? Si e mendoje këtë? Tani unë isha një Aldo nxënës, fëmijë, çamarrok, gjithë Aldot bashkë mblidheshin gjithë në një kuvend dhe krijonin një Aldo shkrimtar, i cili është një Aldo i dytë, mund të themi, dhe pastaj këto pasohen vetë nga veprat dhe nga gjithçka tjetër më pas. Vërtet më ngjan sikur po bisedoj me një shkrimtar të rritur. Faleminderit. Ti ishe vetëm në klasën e 3 apo të 4? Kur nisa herën të vegjël isha në klasën e 3, në mes të sezonit klasë 3, dhe normalisht isha mjaft i vogël, në thënie, dhe vazhdoja ta shkruaj për 4 muaj dhe pastaj u botua. Në fillimin të klasës 4 ishte botuar. Si e pritën shokët dhe shoqet tuaj? Shokët dhe shoqet me mi pritën shumë mirë këtë libër, u gëzuan shumë dhe normalisht u mahnitën, mund të themi, dhe kanë lexuar më një herë, pa rreshtur, pa menduar 2 herë, dhe vazhdojnë të më bëjnë ndonjë këshill, ndonjë kritikë të mirë, mund të themi, ndonjë pëlqim që i ka dalë gjatë leximit të librit. Po mësuesja? Edhe mësuesja, normalisht është gjithçka fryt i saj, mund të themi. Është vërtet jote, po mbështetja dhe dashuria nga. Mbështetja dhe dashuria është edhe nga mësuesja. Kush është mësuesja jote e parë? Mësuesja ime e parë ka emrin Mirela Koqiaj. Dhe normalisht ajo më ka dhënë një mbështetje shumë të madhe, dhe pasi e shkruaj librin u duk sikur nuk u mahnit.
E priste. E priste. Po mirë, të vim të ajo vatra më ngrohtë e jotja, siç është familja jote, sepse ti ke shkruar këtu që çdo gjë është një dashuri për familjen, për njerëzit. Si reaguan prindrit kur u njohën me krimin tënd? Pasi I dërgova një fletore e cilit ishte fletoria e gjuhës, e maskuar si fletoria e gjuhës shqipe, e lexuan më një herë dhe vërtet u mahnitën dhe pastaj doli edhe ideja për t'u botuar, pasi ishte një histori mjaft e mirë. Pra e pritën me shumë gëzim, ishin shumë të mahnitur, shumë të çuditur nga ky realizim. Çfarë mjeshtrish kanë prindrit tuaj? Çfarë punojnë ata? Po, mami është menaxhere në një supermarket dhe mund të them që jam pasardhësi I saj për sa I përket kësaj fushë, sepse edhe mami duke qarë që është shumë e zonja në poezi, megjithëse unë jam pak më I tërhequr në romane, në aventura, ndërkohë që babi është I mjeshtër punimi, pra punon në ndërtim. Besoj se janë shumë krenar prindrit për tu. Po. Por kjo gjë nuk të bet kënaqje, sepse ti në çdo 2 vite ke shkruar nga një libër. Po. Dhe vim tek libri yt I dytë, që mban titullin Aventurat dhe zbulimet e Bryden. Janë disa emra jo shqiptar, por që tentojnë ta përgjithsojnë idenë sipas meje. Po. Dhe në këtë libër ke një dedikim. Këtë libër ja kushtoj familjes Sima, në veçanti mamit dhe babit, që më kanë mbështetur dhe më mbështesin pa u lodhur në realizimin e ëndrave të mia. Aldo Kodra. Çfarë mund të thuash për këtë libër? Sepse tashmë është një roman nga tregim, ku mund të them që është një novel, libri I parë. Ti ke eksperimentuar me romane, 2 libra të tjerë romane. Po. Si arritet të shkruash romane? Pasi shkrova librin tim të parë, pra këtë novel, Herën të vegjël, isha shumë I sigurt, shumë I vendosur se mund vazhdoja më tej, dhe shkruajta librin tim të dytë, pra një roman, këtë herë me njërsi të re, Aventurat dhe zbulimet e Bryden, cilët bën fjalë për një djalë, siç jeton në titull, Bryden, I cili është personazhi kryesor dhe merret me këto aventura dhe zbulimet në bashkëpunim edhe me të tjerët, me miqtë të tij, me shkencëtar. Ai ndihmon, pra nuk e lë pas familjen e tij, dallohet edhe këtu nga dedikimi në film edhe nga mesazhi në fund, dhe vazhdon njëkohësisht të merret me ato pasionet e tij, cilët janë zbulimi I gjithçkaje më tej. Ke pasur parasysh një personazh të veçantë apo çdo gjë është fantazi? Te libri I dytë çdo gjë është fantazi. Por një djalë që ëndron të zbulojë shumë çka në botë është shumë I pranishëm, apo jo? Po. Mund të jesh dhe ti Aldo? Po, është e ndërthurur, mund të themi, edhe me një cilësi time, me një pasion time normalisht, sepse është edhe personazhi kryesor dhe është I porositur nga vetë unë, se çfarë do të bëj, më themi. Po mirë, të shkruash një roman do të thosh të ndërtosh linja të veçanta, të kesh një strukturë të veçantë. Po. Si mësove ti këtë gjë? Normalisht nga leximi I shumt, kam lexuar shumë libra që më kanë pasuruar fjalorin dhe më kanë mësuar këtë strukturë. Pra kam mësuar se romani është një libër, diçka shumë e veçantë dhe tërheqëse, e cila duhet të ndërtohet një strukturë me hyrje, zhvillim, mbyllje të veçantë, me një ngjarje, një rrjedhë kohore. Ngjarjet duhet të kenë lidhje dhe kuptim njëra tjetrën që nga fillimi deri në fund, dhe duhet shërtuar me hollësi çdo gjë. Shumë interesante. Çfarë librash ke lexuar? Sepse këto libra me sa shoh janë me aventura, Po. me një fantazi, por që brenda kanë një dëshirë shumë të madhe shpirtërore. Gjithmonë lidhet me atë botë të madhe që kanë fëmijët, apo jo? Po. Libra që kam lexuar, kam lexuar shumë libra, mund të përmendim këtu
Shkrimtarin e parë që kam lexuar, mirëfill që kam lexuar është Jules Verne, I cili ka ardhur ose një lloj frymëzimi për librin e parë dhe pastaj kam vijuar duke lexuar Vendin e rrëfenjave, Serin me Nina, shumë libra, të cilët kanë fusha ndryshme dhe këto fusha ndryshme mund të bashkohen këtu brenda që të krijojnë një lloj fushe tjetër, që nuk është e gjelbër, por është në një ngjyrë tjetër. Kur të dëgjoj, vërtet para meje hapet një univers I veçantë, ashtu siç shkrimtari mund ta ketë përreth. Këtë libër që ka një volum tjetër, që ka një pretendim akoma më të madh, të 3 librat kanë parathënie nga shkrimtar. 2 librat e parë nga shkrimtari Leki Meraj, ndërsa libri I tretë nga shkrimtari I mirënjohur për fëmijë Xhahid Bushati. Do ta citoj më pas, ndërkohë qëndroj përsëri tek libri I dytë, I cili ka edhe disa vizatime, po ashtu dhe libri I parë, ilustrime, I ke ilustruar vetë? Po, vizatimi është një pasion imi. Dhe kam shfrytzuar atë në shkrimin e librave duke vënë në panje cilësi time. Për sa kohë e shkrove këtë roman tashti, sepse ka një tjetër përmas, ka një tjetër strukturë, ka një tjetër ka të tjera linja, po? Romani I dytë normalisht nuk ishte më një punë 3-4 mujore, është një punë 1 vjeçare. Rreth 1 vjeçare, sepse është një roman pra më I madh, më voluminoz, I cili ka në përbërje disa ngjarje, disa vepra, disa sfida me intensitet më të lartë, me më emocion dhe normalisht kjo më marrë më shumë kohë. Ti nuk punoje më paksa në fshehtësi. Po. Tashmë dhoma jote ishte e mirë kujdesur nga prindrit. Është kështu apo jo? Po. Dhe si përkujdeseshin, si interesoheshin ata për vijshmërinë e krijimit tënd? Kujdeseshin duke më dhuruar gjithë një libra. Librat normalisht I lexoja dhe dhuronin edhe librat fjalor dhe gjithçka që më shërbente për shkrimin dhe krijimin e një libri timin unik. Për sa I përket strukturës dhomës, ka një bibliotekë, te krevati im ka disa libra, pastaj ke tavolinën e shkrimit ku ka libra përsëri, pra jam I rrethuar nga aroma e drurit me cilin është bërë letra. Breslënse. Ke motra dhe vëllezër? Po, kam një vëlla më të vogël I cili është 6 vjeç. Ai të ngacmon paksa ty kur shkruan, apo vjen aty I heshtur dhe të shikon me sy të veçantë? Vllai im I vogël më ngacmon kur shkruan, po ky ngacmim duket sikur më shërben shpesh herë në krijimtarinë time. Duke futur ato veprimet e tij të vogla, mund të themi, tek tuk në përbërje. E ke shfrytzuar momentin për t'i dhënë një ngjyrim edhe nga vllai yt apo jo? Si ka emrin vllai? Vllai im është 6 vjeç, ka emrin Darion. E përshëndesim dhe atë. Do të jetë patjetër një mbështetje për ty. Normalisht, po. Bukur. Arrita në përfundimin e librit të dytë me aventura dhe me zbulime. Po, me zbulime, pra është e veshur me mantedin e fantashkencës, pra kemi kudo ngjarje fantastike, gjithashtu edhe kjo shkenca në këtë libër mbizotron, është në përbërje shumë madhe, kemi një vend për shembull, po marr një shembull, kemi një vend për shkruaj gjithçka aty, bimet, si është bima, struktura e saj, pra ka lidhje edhe me shkencën, por shkenca nuk është e futur si një informacion direkt I shkruar saktë, por është futur me një unitet të veçantë të cilët nuk të mërzit. Pra është futur në përbërjen e librit lehtë me takt shumë në veçantim. Ti këto njohuri për shkencën I more nga biologjia apo studiove ndonjë libër? Kam studiuar, kam edhe libra që kanë lidhje me shkencën dhe normalisht këto libra edhe dokumentar të ndryshëm I kam vënë në përdorim në përmbajtjen e librit. Çfarë të pëlqen më shumë nga natyra e gjallë?
Nga natyrë gjallë jam shumë i fokusuar, më themi te kafshët, te veprimet që bën ato të studimit të tyre, dhe shpeshherë i kam futur dhe kam krijuar edhe kafshë të mia, më themi, pra unike të veçanta që nuk ekzistojnë në libër. Faqet e librit ecnin. Ti shkruaj çdo ditë apo i kombinoje sipas frymëzimit tënd? I kombinoja sipas frymëzimit tim, por nuk kishte ditë të cilat ishin pushim, pra nuk kishte shumë ditë të cilat nuk shkruaja dhe pastaj shkruaja direkt. Pra shkruaja, mund të themi, pothuajse çdo ditë nga pak me ngadalë, duke mos lënë pas shkollën, miqësinë, familjen, gjithçka. Dhe shfrytoja librin tim. Mundohesha që ta krijoja një prodhim që të më pëlqente mua në fillim dhe që të pëlqenin të tjerët. Erdhi momenti që ti e promovove librin. Po. Si ishte ai moment kur natyrisht para teje janë ato miq tuaj, njerëzit, si e morën librin tënd për ta lexuar, për ta zbuluar? Po, isha shumë i gëzuar në promovimin tim, thjesht mora librin dhe shpërndava atë përmbajtjen e cekët, mos zbuloja gjë që kishte libri. Normalisht kisha para gjithë mbështetësit e mi, klasën, mësueset, pastaj prindërit dhe të afërmit, dhe normalisht ndihesha shumë mirë. Tani ishe ti në klasën e 5, apo jo? Po, në klasën e 5, me librin e 2. Shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Dhe ky libër natyrisht që ka një volum prej 194 faqe, është një produkt i dashurisë tënde për të shkruarin dhe duke kaptuar të gjitha ata përmasat e fantazisë, por edhe duke i afruar me realitetin fëmijëror, apo jo? Po. Nuk u ndale. Të nesërmen që promovove librin, çfarë i the vetes? Vazhdo të shkruajm tjetrin. Nuk ndalen më. Vazhdo shkruajm tjetrin. Pasioni është më së i zbuluar dhe mund të them që nuk mund ta lë pas, por do vazhdoj gjithnjë edhe me mbështetjen e prindërve, fal Zotit, që shkruaj gjithnjë përmbajtje më të reja. Mirë, në kohën kur libri po merrte formë, po faqose, po dilte nga shtypi, po përgatisje dhe prindrit së bashku promovimin, ndërkohë kishte lindur ideja për librin tjetër apo ajo erdhi pas një farë kohe? Jo, kishte lindur ide, pra pasi përfundoj librin kam një ide edhe se si do të vazhdoj librin tjetër, pra duket sikur të janë të lidhur bashkë si neuronet, mund të themi që janë trup të cilat dërgojnë sinjale me njëra tjetrën, këto librat e mi janë të lidhura bashkë dhe dërgojnë sinjale me njëra tjetrën, mund të jenë vimësi njëra tjetrës. Pra gjithçka pasi përfundoj një libër e di se çfarë do të bëj në tjetrën. Nga heronjtë të vegjël, ku heronjë janë fëmijët, po, ti kalon në një përmas tjetër më të rritur, duke kaluar në zbulime dhe aventura, dhe përsëri vazhdon dhe thullohesh në këto fusha, por tashmë edhe me një cilësi akoma më të veçantë. Libri i tretë, që është përsëri një roman, mban titullin Kundrejt magjisë, Xhuxhi dhe gjithçka mbi universin. Siç thot edhe shkrimtari Xhahid Bushati, i cili ka bërë natyrisht një përmbledhje ose ka dhënë vlerësimin e vet, vetë libri, vetë titulli ka 3 elementë të veçantë: magjin, xhuxhin dhe universin, secili nga këto janë mistere në vetvete. Po. Si qëndron pikërisht ti në këtë shtrat me 3 këmbë, duke u përkundur në ëndrrën tënde për ta shkruar librin? Pra kemi magjin, xhuxhin dhe universin. Libri më përpara ishte aventura dhe zbulime, ndërkohë tani kemi bërë një hap më përpara me me një lloj shkence të fantazuar, nëse mund të them, dhe jam shumë i lumtur për këto 3 elemente, për këtë shtrat me 3 këmbë me cilën flej. Nuk kam që të them për këto 3 elemente, sepse janë plot hapësirë, je shumë i lirë, por gjithashtu je edhe i burgosur, mund të themi. I burgosur nga pasioni për të shkruar, apo jo? Kështu e kuptoj unë.
Mirë, unë po citoj paksa shkrimtarin Xhahid Bushati, i cili shprehet për Aldon. Natyrisht ai ka vlerësime. Aldo Kodra nuk është më shumë se 12 vjeç. Në biografinë e tij artistike, kohë më parë botoi librat Heronjtë e Vegjël, Aventura dhe zbulimet e Bryden, dhe tani paraqitet me romanin e ri që e ka titulluar Kundrejt magjisë, Xhuxhi dhe gjithçka mbi universin. Mosha e autorit të këtij libri dhe librat e botuar na shtyn të themi se Aldo është një krijues i ri, që rrugën e krijimtarisë letrare e zhanrin që lëvron e ka nisur me këmbë të mbar. Suksesi e ka shoqëruar dhe do ta shoqëroj. Rrëfimi i ngjarjeve jepet dhe ruhet në mënyra lineare në roman, ku pluskojnë të papritura, të pakëndshme e të këndshme, të befta dhe shpesh me një spektër ngjyrash në ndërtimin e mjedisit ku zhvillohet aksioni. Subjekti ofruar në roman, shtjellimi i ngjarjeve, mënyra se si janë shkruar, na bën të besojmë se vlerat e romanit dhe arritjen e re të Aldos si proces krijues. Kjo arritje është fal kulturës, imagjinatës, aventurës, fantashkencës që jetojnë në shpirtin e pasur të shkrimtarit të ri Aldo Kodra. Suksese. Xhahid Bushati, shkrimtar dhe studiues. Besoj se këto vlerësime ta ngrohin zemrën, apo jo? Po, normalisht dhe më japi një lloj shtyse për të vazhduar më përpara, të vazhduar të lloj rrugë që kam nisur me këtë libër. Ke zgjidhur këtë sferë të shkruarit, fantazin, fantashkencën, vende imagjinare, por që shumë shpejt janë shumë afër me dëshirat tuaja. Pse? Fantashkenca është një lloj pra gjenerata sotme pluskon me këtë fantashkencën, është një lloj fushë e cila pëlqejet të shumë tërheqëse për sa i përket fëmijëve, adoleshentëve dhe normalisht për mua. Në fantashkencë je i lirë të shkruar çfarë të doj zemra, mendja, dhe kjo është një gjë e cilën më pëlqen mua. Dhe prandaj kam zgjedhur këtë lloj fushë, e cila është me të vërtetë shumë tërheqëse, pluskon pra me të papritura, siç e ka thënë edhe shkrimtari, të cilat pasi përfundon një faqe pret që të vazhdoj tjetrën. E ke shkruar me një frym, apo edhe kjo ka zgjatur rreth një vit, sepse libri është voluminoz, edhe ky ka rreth 200 faqe. Jo, 170 faqe, po? Normalisht ka marrë edhe kjo kohën e vet, edhe kjo rreth një vjeçare, për rreth një vit i kam shkruar, por ky është një libër i studiuar më mirë, pra gjithë librat vazhdojnë si një vëmësi, si një përparësi njëra tjetrës, dhe më ka marrë edhe ky rreth një vit kohë për të shkruar. Ti mendon edhe për mënyrën e të shkruarit, besoj se me gjuhën shqipe, kur shpesh edhe tek të rriturit gjejmë, të mos themi, shumë gjëra që nuk shkojnë, më bën përshtypje ajo mënyrë e rrjedhshme e artikulimit të mendimit dhe të gjuhës së bukur shqipe. E ke arritur gjithmonë me shkollimin tënd, me çdo gjë, apo jo, në hapat tuaj, apo jo? Po, ky artikulim i gjuhës shqipe, pra kjo gjuha shqipe është një gjuhë shumë e dashur, dhe normalisht duke me anë të shkollimit, me anë të librave, siç e thash edhe më përpara, fjalori ka nisur, pra duke u pasuruar, ka nisur lumi të bëj me pesh, dhe është krijuar, pra kemi një lloj gjuhe të tërë, cilët është nëse e dobishme për shkruar edhe një libër. Po, me shkollën si shkon, sepse nganjëherë këto pasione të rrëmbejnë, apo ja? Po, me shkollën shkoj shumë mirë, nuk e lë prapar, pra gjitha ka një lloj kohe të caktuar, nuk mund ta lë një prapa, kam theksuar shumë herë. Shkolla është shumë mirë që nga klasa e parë deri tani në këto momente. Faleminderit. Ti po vijon tashmë një shkollim të drejtuar, do të thotë që
nuk është thjesht një shkollë e përgjithshme, siç janë shkollat 9-vjeçare, por që tani kanë hyrë elemente të drejtimit të veçantë në formimin tënd. Je në shkollën austriake Pieter Marhinger. Po. Dhe drejtimi është për IT. Ku i bashkon pikërisht këto pasione tuaja dhe si të ndihmon shkollimi në këtë drejtim? IT-ja nuk më kanë dalur shkrimin, por mund them që më kanë ndihmuar më tepër, sepse kam shkruar edhe librin e tretë, e kam shkruar në laptopin personal. Pra, kjo gjenerata sotme nuk mund të më dalë mua, mund të them për këto shkrimin e librave. Është e vërtetë që jam drejtuar një shkolle me një lloj fushe tjetër, por kjo është thjesht një deg tjetër që u rrit në trungun tim dhe në degët që rriten nuk bën keq. E mendon veten në fushën e IT-s apo një shkrimtar që e zotron shumë mirë këtë fushë? Një shkrimtar që e zotron shumë mirë këtë fushë, pra kur të rritem nuk dua të jem pikërisht shkrimtar si profesion tim të parë, është një pasion im i cili nuk do ta lë kurrë, por normalisht edhe IT-ja është gjenerata sotme, mund të themi, dhe jemi drejtuar për aty. U drejtove me dëshirën tënde apo të drejtuan prindrit ose dikush tjetër? Të dyja bashkë, mund të themi, nga 50-50% të dyja. Por ti ke edhe një pasion tjetër, përveç se ilustron bukur librat tuaj me vizatime, piktura, je edhe muzikant pak apo jo? Muzika është një lloj fushe e cila mua më ndihmon shumë. Unë i bie pianos praktikisht dhe më ndihmon shumë që të qetësohem, mund të themi, dhe më hap atë rrugën e mendimeve për të vazhduar më tej. Në fakt, pianon e ke mësuar në mënyrë autodidakte apo me një mësues? Po, me një mësues, pra edhe prindërit dalin këtu për një lloj mbështetje tjetër. E kam mësuar me një mësues, kam rreth 3 vjet, cilën e ushtoj pianon dhe është diçka e cila me të vërtetë më ka ndihmuar. Çfarë luan në piano? Këngë ndryshme, moderne, sonatina, cilat janë shumë të përhapura në piano, gjithçka. Gjë e bukur, apo jo? Po, normalisht. Aldo, siç më the edhe më herët, ky pasion për të shkruar nuk të lash këtu brenda vetes, apo jo? Po. Nuk ka shumë kohë që ke promovuar librin tënd të tretë, romanin, Kundrejt magjisë, Xhuxhi dhe gjithçka mbi universin. Më shtyn ta lexoj shumë shpejt, për arsye se këtu ka edhe për ne të rriturit dëshira për të lundruar, apo jo? Po, për të lundruar në këtë lumin e këtyre 3 elementeve, teknikisht në këtë libër konkretisht. Por unë nuk mund të besoj se ti je pa një frymëzim tjetër. Përveç jetës së përditshme, normalisht, ajo është gjithçka që më ka frymëzuar. Pra, gjithçka që ndodh E kam fjalën për krijimtarin. Do të ke përsëri diçka që ke filluar ta hedhësh apo akoma e ke këtu, si edhe shënon në skaletën tënde disa pika, disa linja, disa personazhe, nuk e di se si. Për sa i përket librit 4, më themi, që kam nisur të shkruaj, të hedh mendimet, mund të jetë një risi përsëri por këtë herë në 2 hapa, jo një, sepse do të shkëputem paksa në këtë libër, do ta zbuloj këtë, do të shkëputem me për sa i përket fushës fantashkencës dhe do t'i afrohem pak më shumë realitetit. Dhe ky është normalisht realiteti, është një lloj frymëzimi tani më konkret, e cila ndihmon edhe në shkrimin e librit tjetër. Nuk mund të lë pa përmendur përshtypjen e madhe që më bën Aldo. Këtë motivim kaq të mrekullueshëm dhe këtë
dashuri kaq të madhe për pasionet tuaja, këtë motivim shumë të bukur që ti i bën vetes shfrytëzimit të kohës, pasurisë tënde të madhe që është krijimi dhe shkolla, arti, çdo gjë. Një ditë e jotja besoj se është tepër e mbushur. Po, për kjo mbushje nuk është ngarkesë për mua. Është një lloj kënaqësie që më jepet. Pra kemi shkollën, mjedisin, familjen dhe aty në fund qëndrojnë pianoja dhe me të shkruarit. Në çfarë ore mbyll ditën? Rreth orës 10, konkretisht tani që jam në shkollë. Dhe më pëlqen që të shkruaj, kam vënë re më shumë gjatë pasditeve, pranë darkës, ku gjithçka është si e qetë. Detyra është gjatë perëndimit dhe duket sikur ka lidhje edhe perëndimi me mua. Të ngacmon paksa. Po, më ngacmon atë frymëzimin që kam përshkruar dhe më jep ide për shkrimin e radhës. Aldo, ky mëngjes për mua në Mirëmëngjes Shkodër ishte tepër i veçantë. Besoj se këto libra nuk janë të rastësishëm. Ato janë rruga jote, e cila do të pasurohet me kilometrazhe të tëra, me çdo gjë që shpresoj të rrok ëndrat tuaja, ditë pas dite, për të bërë ashtu siç ti dëshiron, në të gjitha hapësirat e shpirtit tënd të bukur. Faleminderit. Të uroj këto mjeshtri që tashmë ti ke nisur, të jenë gjithmonë të sigurta, ashtu siç fjalët tuaja janë, ashtu siç mendimet tuaja lëvrin ide të mrekullueshme, ashtu siç personazhet tuaja rrokin ëndra dhe dëshira, ashtu siç çdo gjë që për të cilën ti ke shkruar dhe për çdo gjë që ti ke një aktivitet të bukur, të bën të mendosh se Aldo Kodra do të jetë një emër shumë i njohur. Që tani të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e studios Mirëmëngjes Shkodër. Vërtet shumë për ftesën. Vërtet pjesëmarrja jote më bën të ndjem shumë mirë, por edhe të frymëzohem shumë nga motivimi që ti bën pasioneve, jetës, punës, shkollës, çdo gjë që rrethon botën tënde të bukur dhe të mrekullueshme. Qofsh gjithmonë i suksesshëm, Aldo. Të uroj gjithmonë ecje të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe juve. Faleminderit.